Apo, shikoj zë njerëzit kur vjen e puna te xhaileti, te muzika, apo me e pagujt këngëtarin, ato pa haki veta, ju do zoni. Apo ju do zoni. Ma e heshoj darsmën. Nuk ka problem pastaj. A kur vjen e puna për xhami? Kur vjen e puna për fe, apo po këto vazhdimisht shirin që xhamia, feja. E pse be nuk pethu për ata tjerë çashtu? Sa pare me i paguam këngëtar? Sa pare i paguam njerëzit? Xhenemin me sa pare i paguam xhenemin? Sa i paguam ato instrumente që shejtani do të vinë? Sa i paguam? E din të shumë mirë sa i paguam. Zbohet e sa vëzër. Sa paguam ato restorane ku i bëhet mëkat Allahu subhanahu wa taala. Vëzër, sa ki paguajti që ke në xhami? Sa ki paguajti? Pas herë ditë i bani ibadet Allahu xhelalu ala. Në xhennet Allahu te bareke. Sa pare i paguajti? Sa pa tarifat? Jo. Mirë vëzër. A nuk ka me logjik që duhet thënë me Allahu xha me një muë, këto me altan viçin e kanë bë. Me altan viçin e vet, edhe kanë bën shirk kanë. Po këtë asgjë vëzër, sa njerëz e paguajnë xhenemin me parë, kur të vjen te xheneti, a çka, ta diskuton 1 dinar. Ta diskuton 2 dinar. A ku të vjen për xhelet nuk ka problem thot. Apo, nuk ka problem. Ka pak shtrajta mahani skoli dhe gjali pa çef. E këtu për fe, kush ka çef? Ja, kush ka qef? A hoxha ka qef? Allahu dëshiron. Cëla? A qefi hoxhës? A rizallok i Allahu? Cële ja? Rizallok i Allahu. Ka nërë disa sahabi, ka nërë disa bedewi, të shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe i ka thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam, doj me hinë në fe. Ka thonë hinë. Ka thonë e kena 2 probleme. Largona i 2 punë na hinë në fe. Ka thonë çfarë puni keni problem? Ka thonë sadakasën japna. Edhe luftën dalna. Pejgamberi ka thonë hani hinë. Hinë. Sahabët janë revoltu, ka thonë ja Rasulullah, na japna dhe luftojna këto me hinë. Ka thonë rebi, ka thonë prit se ka me dhonë. Pastaj pejgamberi me ka thonë një fjalë. Ka thonë as sadaka, as me dal luft me një mufer, po me çfarë doni me hipën xhenet? Me çfarë do me hinë xhenet? Me çka do me hinë? Me çka do me dhoni lloj? Baram sebeb, çe? Ta jap një sebeb.